Sulmet kibernetike ndaj Shqipërisë kanë vënë në lëvizje amerikanët. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë njoftoi se marinsat nga Marine Rotational Force Europe kanë mbërritur në kryeqytet për të punuar së bashku me specialistët shqiptar të sigurisë kibernetike. Bëhet fjalë për një trajnim të specializuar 2 javor, i fokusuar tërësisht te operacionet mbrojtëse kibernetike, një sektor prioritar për sigurinë kombëtare dhe atë të aleancës. Nëpërmjet një njoftimi zyrtar, selia diplomatike amerikane theksoi se ky aktivitet nuk është sporadik, por një vazhdimsi e mbështetjes afatgjatë që SBA-i ka dhënë Shqipërisë për sigurinë e rrjeteve. Duke ndarë ekspertizën dhe duke ndërtuar aftësi të reja, ne po ndihmojmë në forcimin e mbrojtjes kibernetike të Shqipërisë dhe në mbështetjen e aleancës son të NATO-s, thuhet në njoftimin e ambasadës amerikane. Motei nënvizohet se qëllimi final është mbajtja e rrjeteve kritike të Shqipërisë të sigurta dhe të gatshme për sfidat e së ardhmes. Njoftimi u shoqërua edhe me foto nga ambientet ku po zhvillohet trajnimi, duke dëshmuar bashkëpunimin në terren mes ushtarakëve të dyja vendeve. Reagimi i plotë i ambasadës amerikane. Marinsat amerikan nga Marine Rotational Force Europe po punojnë me specialistët e sigurisë kibernetike të forcave të armatosura të Shqipërisë gjatë një trajnimi 2 javor për operacionet mbrojtëse kibernetike në Tiranë. Duke ndarë ekspertizën dhe duke ndërtuar aftësi të reja, ne po ndihmojmë në forcimin e mbrojtjes kibernetike të Shqipërisë dhe në mbështetjen e aleancës son të NATO-s. Ky trajnim ndërtohet mbi vitet e ndihmës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ndihmuar në mbajtjen e rrjeteve të Shqipërisë të sigurta dhe të gatshme për të ardhmen.